Mësimdhënësit pastaj po ndihen keq kur po del testi PISA dhe testet tjera, sepse po e shohin se nuk jemi renditur atje ku duhet, por unë e konsideroj se nga ana tjetër është edhe zhgënjimi i krijuar për shkak të ligjit pagave, për shkak se ata kanë pritur ngritje më të dukshme të pagave, të cilat nuk kanë ndodhur e me vendimin e fundit po shihet edhe nuk po ndodhin, dhe gjersa dikur ne ishim të stresuar edhe merrnim lajme shumë të pikëllueshme për emjen çdo vit numër të theksuar të nxënësve të cilët fatkeqësisht iknin me familjet nga Kosova, tash ky janari neve po na shqetëson shumë, nga se kemi momentet e para të cilat informacionet tona flasin se shumë kolegë, dikun 300 kolegë tanë u janë drejtuar drejtorive arsimore, sepse atë drejtorit janë punëdhënës të mësimdhënësve tanë, me kërkesat për pushim një vjet pa pagesë, por unë jam i sigurt se ata nuk i thonë arsyet e krejt, por i thonë ndonjë arsye tjetër, me dëshirën që DKA-ja tua aprovoj kërkesën për një vit pushim. Kam frikë se ata do të provojnë, sidomos pas heqjes së viza nga janari e tutje të shkojnë në perëndim në botë, edhe të provojnë fatin e tyre nëse mund të stabilizohen e të gjejnë punë atje, dhe po ndodhi kjo. E kam frikën tjetër se këta kolegët që i kemi pastaj në sistemin arsimor, duke komunikuar me kolegët e tyre jashtë, do ta marrin trimërinë dhe guximin dhe do t'ju bashkangjiten atyre jashtë, që ne do të nënkuptonte se për një kohë të shkurtër do të ndihej një mungesë e theksuar e kuadrit arsimor në Kosovë, dhe alarmin duhet ta ketë dhe qeveria Kurti,